Natyrisht në vazhdimsi mundohemi që të arrijmë sa më afër qytetarit dhe ata të sigurojmë dhe t'i garantojmë qasje efektive në drejtësi nëpërmjet Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas. Disa nga kampanjat e vetëdijsimit që ne vazhdimisht organizojmë me qëllim që të informohen edhe të dinë rolin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas është java e ndihmës juridike Falas, e cila organizohet çdo vit dhe bëjmë 10 aktivitete në kuadër të kësaj jave dhe mundohemi që të jemi tek ato komuna ndoshta ku numri i rasteve është më i vogël në krahasim me komuna tjera dhe kështu evidentojmë ato komuna me raportet periodike që na i bëjmë dhe marrim takime qoftë me aktorët komunal të atyre komunave apo direkt shkojmë tek qytetarët. Pastaj bashkangjitim edhe kampanjës 16 ditë të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore, ku në këtë fokusohemi në gjatë kësaj jave, gjatë këtyre 16 ditëve, fokusohemi tek personat, sidomos viktimat e dhunës, familje dhunës me bazë gjinore dhe mundohemi që të organizojmë takime të ndryshme që të vidisojmë lidhur me qasjen e drejtësisë nëpërmjet institucionit që unë përfaqësoj. Natyrisht asnjëherë nuk mund të themi që apo harriet është jo për momentin e matshme nga agjencia, ende nuk kemi një hulumtim të tillë që apo harriet që të sigurohet dhe çdo qytetar të di për agjencinë, për shkak se vazhdimisht nevojitet ndërgjegjësim edhe më i madh i qytetarëve rreth shërbimeve që ne ofrojmë. Jemi duke munduar që të bëjmë edhe digitalizimin e shërbimeve tona. Kemi arritur bashkëpunim me Agjencinë e Registrit Civil, ku qytetarët tashmë kur vinë për me marrë ndihmë juridike falas tek ne, nuk ka nevojë që të nxjerrin disa dokumente, kemi lehtësuar barrën administrative të tyre dhe vetëm me dhënat e tyre personale, me numrin personal dhe me datën e lindjes që na japin me kartën e identitetit, mund të gjejmë edhe të nxjerrim disa dokumente dhe t'ja lehtësojmë të mos shkojnë nga institucion në institucion tjetër, nëse edhe të vërtetojmë ai po i plotësojnë kriteret apo jo. Pra vetëm me një klik që bëhet në databazën tonë mund të lehtësojmë atë barrën administrative. Kjo do të bëhet gjatë vitit këtij viti edhe do të mundohemi që të arrijmë domethënë sa më shumë qytetarë të kenë më lehtë çësje në ndihmë juridike. Po ashtu ne kemi edhe një strategji të komunikimit objektiv, ku në atë strategji janë specifikuar rastet ku ka më shumë të nevojë për ndihmë juridike falas dhe ku duhet të fokusohet agjencia, që të cilat kategori duhet të informojë agjencia më shumë dhe ku ka më shumë nevojë. E zbatojmë vazhdimisht këtë strategji dhe gjatë këtij viti do të hartojmë edhe strategji për 3 vitet e ardhshme. Shpresojmë shumë që qytetarët të vizojnë edhe ky takim që kemi sot, besoj që do të arritë disa qytetarë dhe të vinë te agjencia dhe të marrin shërbimet që ne ofrojmë. Shpresojmë shumë. Zonja Breznica, sistemi aktual apo siguron çësje të barabartë në drejtësi për gratë, viktimat e dhunës dhe grupet e cënueshme? Nëse flasim posaçërisht për ndihmën juridike që e ofrojnë organizatat dhe Agjencia për Ndihmë Juridike, mundemi me thonë që tashmë veç se janë duke u informuar shumë gra dhe shumë vajza për ndihmën që ato mundet me pas. Mirë po kur flasim për drejtësinë që institucionet tona ofrojnë karshi viktimave të dhunës në bazë agjendore është tejet e mangët. E përmenda edhe më herët se qysh institucionet gjithmonë ndjenjën e fajit e pasojnë tek viktimat, kur ato vetë se janë viktimat të dhunës në familje. Gjithsesi institucionet tona në Kosovë kanë një prirje me arsyetu dhunën që ndodh, posaçërisht kur burrat ushtrojnë dhunë ndaj grave, me arsye të ndryshme, përveç kësaj vlen të përmendet që konfidencialiteti nuk respektohet nga institucionet tona kompetente, duke filluar prej policisë, duke përfunduar në gjykat. Përveç kësaj, matja e rrezikut vazhdon të jetë mjaftueshëm shqetësuese, sepse nuk kryhet në dimensione se çysh ish dashur me ndodh. Gjatë viteve të kaluara kemi pas shumë viktima të cilat janë vrarë duke qenë në urdhër mbrojtje. Pastaj ka ardhur si nevojë zbatimi i ligjit i cili ka qenë miratum në 2013 për hallkat apo bilizëkat. Mirë po prap edhe në këtë dimension shohim ngecje se sa jepet kjo mas tek viktimat, tek dhunuesit në këtë rast, të cilët janë me urdhër për mbrojtje. Përveç kësaj, qendrat për punë sociale vazhdojnë me ndërmjetësu të rastet të dhunës në familje gjatë që është ndaluar me ligj. Mirë po ndoshta jo drejt për drejt, mirë po mundohen me demotivu viktimën që
që aja me vazhdu tutje në hallkat e tjera të kërkimit të drejtësisë, duke ju thonë që është shumë e vështirë jeta me vazhdu tutje, ki fëmijë, mundet më t'i marrë fëmijët e gjanat të tjera. Përveç kësaj, prokurori e luan një rol këgja të njëjtë si kur qendra për punë sociale, duke qenë ndesh me rolin e tij që e ka për me mbrojt viktimen, kurse në anën tjetër gjyqtarët e dënojnë minimalisht dhunën në familje dhe dhunën në baza gjinore. I KD-ja ka monitorime të shumta, njësoj ka dhe rrjeti grave të Kosovës, ku ne shohim që për dhunë në familje personat të ndryshëm janë dënu me 50 euro gjob, ose nuk janë dënu fare, kanë marrë dënime me kusht. Përveç kësaj kemi pas vitin e fundit grupin Alp Gangs që kanë arrit me bo marrëveshje me prokurorin edhe janë dënu me një shumë simbolike, kështu që dënimet të tilla vetëm se ju hapin rrugë dhunuzve, edhe në anën tjetër viktimat i shohim si të pashpresa. Mirë po se prapë në anën tjetër, krejt viktimat të cilat janë duke na dëgju në këto momente, ju thojmë që nuk janë vetë, kanë mjaftueshëm organizata, kanë mjaftueshëm personat të tjerë të cilën munden me i këshillu edhe me i ndihmu në gjitha proceset që ato duhet me kalu deri te arritja e drejtësisë. Faleminderit shumë. Nga këndvështrimi i një avokati dhe përfaqësuesi të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Zedri Zeka, a mendoni se nevojat për ndihmë juridike falas në fushën e medias dhe lirisë së shprehjes janë shumë më të mëdha se sa që ofrohen aktualisht, duke pas parasysh pra numrin e këtyre padive dhe formave të ndryshme të presioneve që përballen gazetarët? Absolutisht po, kemi prej vitin e vet kemi ngritje të vazhdueshme të sulmeve ndaj gazetarëve, të padive, slap dhe formave tjera të presionit që ushtrohet ndaj gazetarëve. Çdo ditë më shumë gazetaria po bëhet profesion më i cënueshëm dhe gazetarët po bëhen profesionistë më të cënueshëm në sistemin e shtetit ku po jetojmë, për shkak se po janë target më i lehtë për të atakuar. Nëse i shqyqojmë këtë profesionet, gazetari është targeti më i lehtë që atakohet nga sulmuesit, dhe kjo për shkak edhe asaj që ata besartë është edhe për shkak të politikës së dëmshme dëshkimore që po mbizotron në sistemin tonë të drejtësisë. Shpesh herë për kanosje, për sulmin dhe gazetarëve, dhe më thonë shqiptohen edhe gjoba, dhe rrallë herë kemi dënime me burgim efektiv, me çka do ta sensibilizonte që gazetari nuk duhet të sulmohet. Gazetari është ai i cili bën informimin e publikut për çështjet e caktuara dhe nuk është ai që duhet jetë target i lehtë për të sulmuar. Po ndodhe kundërta fatkeqësisht dhe kështu që kemi rritjen e numrit, çdo vit rritje të numrit të sulmeve ndaj gazetarëve. Vetëm vitin e kaluar kemi pas dikon 69 raste kur gazetarët janë sulmuar dhe ky numër është shqetësues në raport me çdo profesion tjetër që e kemi. Kështu që ato që tha më herët, vetëm nga viti 2022 kanë hyrë si kategori e veçantë në ligjin për ndihmë juridike falas dhe gazetarët. Por, sa po ofrohet ndihmë efektive juridike ndaj gazetarëve, kjo pasaj është çështje tjetër, për shkak se gazetaria dhe të bërit gazetari në Kosovë është më specifike se sa profesione tjera. Domethënë, duhet të kemi një uri të mira nga liria medias, nga liria shprehjes e të tjera për të arritur që në mënyrë efektive për t'i ofruar ndihmë juridike gazetarëve, për shkak se e kemi atje shpesh herë padit janë të orientuara në drejtim të ligjit kundër shpifjes dhe fyres, e që është një ligj dhe ligje më të vjetër në sistemin juridik në Kosovë, i cili nuk është amandamentuar që nga viti 2008. Dhe pastaj është një vije holla aty në mes që ndan në mes të lirisë së shprehjes dhe shpifjes dhe fyres. Kështu që duhet të ketë aftësi pak më specifike se sa vetëm të ofrojnë një ndihmë të thjeshtë juridike, si ndoshta nevojitet për çështjet e tjera, gazetaria është më specifike se sa të tjerat. Kështu që besoj që edhe Agjencia e Ndihmës Juridike duhet të ketë të kualifikoj stafin më shumë në lidhje me ofrimin e këtyre grupeve të veçanta, të ndihmës juridike për grupe të veçanta, por gjithsesi edhe nga pjesa e profesionistëve ligjor siç janë avokatët, duhet të marrin një njohuri më të thella lidhur me ofrimin e kësaj ndihme. Tashmë kemi edhe këto padit slap që janë përditje në rritje më të madhe nga ana e grupeve të ndryshme të interesit, e që deri më tani kanë krijuar problematikë të shumtë në drejtim të gazetarëve për shkak se gazetarët janë trajtuar si qytetarë të rëndëmt. Është paditur gazetari dhe gazetari është deshur për një padit të tillë që në fund rezulton me zero prova dhe zero vërtetim të asaj na çka është pretenduar në fillim,
të shkojnë për dyert e gjykatave me 4-5 vite në gjykatën themelore dhe 2-3 vite në gjykatën e apelit për ta dëshmuar se një padi është pa bazë. Tani me akte normative të Këshillit Gjyqësor kanë hyrë si kategori të veçantë, domethënë trajtim më i shpejt i gazetarëve kur përballen me padi të slab dhe presim që kjo të avancohet edhe më shumë në sistemin gjyqësor dhe gazetarët të kenë edhe ndihmë juridike efektive, po edhe për shpejtim të procedurave kur ballafaqohen me pretendime të pabazuara, siç janë këto padi, e gjithashtu procedura të shpejta kur të njëjtit janë të dëmtuar në vepra të ndryshme penale, të sulmeve të ndryshme që sot ju bëhen atyre. Ne shohim që procedurat edhe në aspektin penal nuk janë më të shpejta se sa për çdo qytetar, duke pasur parasysh se këta atakohen, sulmohen dhe kanosen vetëm pse ushtrojnë të drejtën e tyre, përkatësisht pse informojnë opinionin publik me informata publike. Kështu që besoj që duhet të gjenden strategji edhe për të ofruar ndihmë juridike më efikase dhe më efektive, por edhe për të trajtuar procedurat e tyre në mënyrë më të shpejtë se sa që janë deri më tani.